gjëra mund të ndryshojnë, sepse zakonisht kjo ditë jep shumë gjëra që do thot ndikime, do thot stabilizime, do thot mundësi dhe çështje të tjera që mund kemi. Megjithatë, është një kohë mjaft pozitive, sepse gjithmonë data 30 është si ditë e premte, ku jep disa mundësi dhe këshilla. E para është që përgatitemi për muajin, për gjëra të mëdha dhe do të pasur kujdes, mos të nxitohemi, mos marrim vendime të nxituara dhe mos të humbasim në fushën e karrierës, sepse lidhet shumë me karrierë. Por gjithsesi është dhe koha ku çështjet madhore, rregullimet që kanë bëjnë dhe mundësitë që do të na jepen paradite. Ajo çka do të kemi në lidhje me këtë muaj, në çështjet që kanë bëjnë me disa takime rutinë, do ta thoshim këtë, sepse është takime rutinë për 1000 arsye, duke pasur parasysh kohën, periudhën, ndryshimet, vendimet që merren në kohra të ndryshme, por zakonisht dita parafundit do të thotë që kemi një kënd planetar që jo gjithmonë mund të ndodhë çdo javë, çdo muaj, por prej shumë kohësh, që do të thotë formohet bashkimi i Mërkurit me Diellin në binjak, ndikimi që ka të bëjnë, sepse Mërkuri në binjak, Dielli në binjak dhe ka një mundësi të artë tani, veçanërisht është shumë e rëndësishme komunikimi ndihmon të ndihmë i rehat për të folur kontaktet tona shumë të dobishme, lëvizjet, udhëtimet, promovimet e punës të talenteve tona, marrëveshjet, nënshkrim kontratash, kryesisht ndikon pozitivisht shenjat e ajrit, binjak, peshori dhe ujor, por edhe shenjat e zjarrit që është dash, luan, shigjetar, sepse janë përballë. Prandaj shenjat e ajrit me shenjat e zjarrit kanë një ndikim edhe kanë një kuptim mes tyre dhe kjo është realizimi dhe mundësia që juve keni. Gjithashtu, edhe për planetet që kanë ascendente në shenjat dhe planetet që kanë shenjat e tyre, edhe ascendente në këto shenja, por është një mundësi shumë e mirë për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha, sepse kjo ditë shuhet shumë për organizim pune dhe të ketë duk paraja. Prandaj shikojeni këtë se do të kujtoni ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Por para se të fillojmë parashkimin e kësaj dite, unë ju kujtoj